Malisheva po shkon drejt ndryshimit madh. Dhe ky ndryshim ka emër, ka fytyrë, ka identitet, është i mishruar tek doktor Gzim Krasniqi. Doktor Gzimi është shembulli i një personaliteti me vlera të larta profesionale e kombëtare. Një pediatër që për mbi 20 vite ishte pranë çdo fëmije, çdo shtëpie në komunën e Malishevës, një mjek që nuk është përsyer as ditën e as natën, që nuk ka shikuar orar, por vetëm ka shikuar nevojat e qytetarëve të kësaj komune, një luftëtar i lirisë që si student ju bashkua Ushtrisë Lirimtare të Kosovës me zemër e pa llogari personale, andaj me 12 tetor. Zgjedhja është e qartë për secilin qytetar që e don Malishevën me zemër. Doktor Gzim Krasniqi, numri 191, Partia Demokratike e Kosovës, sepse rinia dhe gratë të ta kenë mbështetjen kryesore. Atyre që kanë dilema, tregojnë që programi Partisë Demokratike është programi më i përfshirës edhe ka me prek secilin qytetar të Malishevës pa dallim partie. Faleminderit shumë e u dua të gjithë.